Sa her pyetej a i ka numrat, e thoshte këtë tok fjallësh. Herë ku vendi, mandi qeveri. Kur e pa që nuk po mund të konstituante as parlamentin e Kosovës, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti filloi ta shpërndai përgjegjësinë edhe te partitë e tjera, por duke marrë përsipër atë për krijimin e qeverisë. Kur të vije puna e qeverisë që është përgjegjësi e subjektit fitues në mënyrë ekskluzive, atëherë ne do ta dëshmojmë vetën. Tash kuvendin duhet ta bëjmë të gjithë bashkë. Kështu kishte paralajmëruar se partia që drejton do të jetë përgjegjëse në rast se dështon ta krijojë qeverinë. Është e vërtetë që ne si lëvizje vetëvendosjes, si shumicë parlamentare, si shumicë relative, fitues të zgjedhjeve, e kemi përgjegjësinë kryesore për formimin e qeverisë, por për formimin e kuvendit, për themelimin e institucionit të kuvendit si organi përfaqësues legjislativ, e ka thënë edhe gjykata kushtetuese së fundmit që kemi përgjegjësi të gjithë. Këtë deklarim Kurti e kishte bërë pas një takimi që e kishte zhvilluar me ftesën e tij me liderët e partive politike, pas aktgjykimit të parë nga kushtetuesja më 28 qershor. Por, edhe në seancën e fundit që e thirri vetëvendosje për, siç thanë, tentimin për të votuar buxhetin e Kosovës, Kurti e përmendi sërish fajin që mund ta ketë VV-ja për situatën financiare në Republikë. Nëse ne, si pas tyre që në kemi vonuar, pse nuk janë këtu për të na lënë neve fajin e popullit buxhetin. E gjithë këto zhvillime ishin shoqëruar disa herë me refrenin e tij se i ka votat për t'u bërë kryeministër sërish. Ata nuk besojnë që unë i kam 61 për kryeministër. Dhe unë u them atyre që më testoni.